Këtë të martë është zhvilluar provimi i dytë i maturës shtetërore e gjuhës shqipe dhe letërsisë, një ndër testimet më të rëndësishme për maturantët në mbarvendin. Në Shkodër mbi 1400 maturantë janë bërë pjesë e këtij provimi, i cili është zhvilluar në 22 institucione arsimore të shpërndara në të gjithë territorin e bashkisë. Procesi ka nisur në orët e para të mëngjesit dhe është zhvilluar në kushte normale në masat e rrepta monitorimi dhe administrimi. Drejtori i zyrës vendore të arsimit në Shkodër, Brisela Kadia, bërë me dije se përveç numrit të lartë të maturantëve, në këtë provim marrin pjesë edhe 7 nxënës me aftësi të kufizuar, për të cilët janë marrë masa të posaçme. Vazhdojmë të ruajmë me prioritet përfshirjen në provim të nxënësve me aftësi të kufizuara. Kemi 7 nxënës të përfshirë në këto 6 qendra të provimit, të cilët kanë mësuesin e dedikuar dhe një ambient të dedikuar në mënyrë që të zhvillojnë provimin në qetësi të tyre të plotë. Kemi 1400 sërish, 1400 maturantë të përfshirë në këtë provim dhe tashmë presim që të vazhdojmë dhe ta mbyllim provimin me po të njëjtin standard si edhe provimin që la më pas, edhe sikurse edhe provimet që kemi mbyllur vitet paraardhëse. Ndërkohë në ditët në vijim pritet të dalin edhe rezultatet e provimit të parë të maturës shtetërore, ai gjuhës së huaj, duke shtuar kështu interesin dhe pritshmëritë e maturantëve për performancën e tyre në këtë proces të rëndësishëm.